falenderoj të gjithë demokratët e Peshinit, të Belqit, të Rrikut, të Gramshit, të Elbasanit, Librajit dhe Frenzit, të cilët për gjatë 20 viteve kemi punuar bashkë për një ëndër. Dhe ëndër është që Partia Demokratike do të duhej që të triumfonte nga zgjedhjet e vitit 2017, zgjedhjet e vitit 2021, gjë e cila nuk ka realizua për shkak të problematikave jashtë mëdha që ka patur Partia Demokratike brenda saj dhe kryetari të Partisë Demokratike të asaj kohe, zoti Basha. Dhe fatkeqësisht konstatoj që këto probleme mendonim që do të duhej të mbylleshin këto plagë të cilët u hapën mbas vendimit të 9 shtatorit të vitit 2021, kur zoti Basha në mënyrë të njëjtë, në mënyrë jo të drejtë, mori një vendim në largimin e zotit Berisha nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Dhe shumë sinqerisht, unë bashkë me të gjithë kolegët e mi, pavarësisht dilemave të momentit të parë, apo problematike të cilat e kishim në qëllimin e vetëm, e theksoj, qëllimin e vetëm, dhe jam ndarë për çështje parimore në vendimin e 9 shtatorit, sepse mas 21 prillit të vitit 2021 ka përfshirë zoti Berisha dhe gjithë drejtuesit e tjerë të Partisë Demokratike që zoti Basha nuk do duhej të ishte më në krye të Partisë Demokratike. Gjë të cilës zoti Berisha bashkë me bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë, i famshmi Damur Noka, e famshmja Albana Vokshi, të cilët fatkeqësisht sot Partia Demokratike ka rënë në dorë të këtyre dy figurave, të cilët janë figura, nuk mund të them termet të rryra për demokratët, po figura jo të pëlqyeshme nga shumica e demokratëve, por të rryra nga qytetarët shqiptarë. Dhe ato të cilët në atë kohë ishin personat që bënin mbrojtje më teshme të Lulzim Bashës në zgjedhjet e 12 korrikut kryetar të Partisë Demokratike, ato të cilët pjesë më mbrapa na qunin ne bashista, në një kohë që zoti Basha ishte ai që cilë ishin në listë privilegjuara, në një kohë që zonja Vokshi kur s'ka bën një garë në Partinë Demokratike, kur nuk është zgjedhur. Ta mbaroj, do të jap përgjigjen. Do ta jap përgjigjen, të mbaroj rezumen një herë dhe ta jap edhe përgjigjen. Ka folur. Nëse do një njeri ti që ka folur, pikërisht se kam folur, jam këtu ku jam sot. S'ke folur kur zoti Çuasi? Ka folur të ta shpjegoj më poshtë. Pra, dhe në gjithë problemeve, Partia Demokratike u pa që në vitin 2023 e përçar, e coptuar, nuk mund të triumfonte dhe të fitonte pushtetin. Dhe kjo nuk ka të bëjë me mua personalisht për dashurën. Ka të bëjë me parimet që duhet të ketë një forcë demokratike si Partia Demokratike. Një forcë e cila zoti Berisha nisi të gjithë aksionet e tij në atë kohë me foltorën e famshme, me moton çdo individ politik dhe vota do të jetë e para në Partinë Demokratike. Vota do të jetë e para në Partinë Demokratike. Por fatkeqësisht u shkel me të dyja kamët statuti, u shkel me të dyja kamët gjithçka dhe përfundimisht Partia Demokratike u zhbë statuti, u zhbë kushtetuta e Partisë Demokratike. Dhe unë nuk jam nga ato personat të cilët kam kërkuar ofiqe, por nga viti 2005 jam një ndër politikanët që kam sjellë më shumë vota në Partinë Demokratike, kam qenë triumfues në Partinë Demokratike, i kam shërbyer me besëkri Partisë Demokratike dhe mund t'i kujtoj shumë, duke filluar nga qëndrimi im i pa lëkundur në ndryshimet kushtetuese të 21 prillit të vitit 2008, jam bashkë me 3 kolegë të tjerë, të cilët votuam kundër ndryshimeve kushtetuese, ishte e turpshme që në kohë që ndodhi ngjarja